Kryeministri shqiptar ju drejtua gjatë atyre vizitave të tij inauguruese propagandistike në sistemin shëndetësor shqiptar, ju drejtua pacientëve të cilët kërkojnë më shumë ilaçe, ju drejtua duke i quajtur qenë që lehin. Gjithashtu, qenë që lehin quajti edhe familjarët e tyre, të cilët kërkojnë më shumë shërbime ndaj atyre familjarëve të cilët i shohin duke luftuar çdo ditë për shëndetin dhe për jetën e tyre. Qenë që lehin, kryeministri shqiptar quajti dje edhe gazetarët të cilët denoncojnë situatën katastrofike ku ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar dhe korrupsionin masiv që e ka përfshirë. Qenë që lehin, kryeministri dje quajti edhe ato mjekë të cilët gjejnë kurajën për denoncu mangësitë e theksuara në sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe nga ky parlament desha t'i them, masi nuk është pothuaj kur prezent, desha t'i drejtohem duke thënë që ato nuk janë lehje, po janë ulurima dhe britma shpirti të atyre pacientëve të cilët luftojnë me vdekjen dhe janë të abandonuar nga shteti shqiptar. Teksa shohim kryeministrin i cili harxhon 4 milion euro për kopshtin Eden në kryeministrinë e tij. Janë britma shpirti të familjarëve, të cilët shohin vuajtjet e të afërmëve tyre, të abandonuar nga shteti, teksa kryeministri harxhon 33.000 euro verë për qefit e tija. Janë britma shpirti të mjekëve, të gazetarëve, të pacientëve në nevojë, teksa luftojnë me vdekjen dhe shohin kryeministri e tyre të harxhojnë 24 milion euro për avionet privat. Të gjitha këto duhet të ishin pjesë e përgjegjësisë dhe ndërgjegjës të një kryeministri normal në një vend normal. Por sot, ashtu si shumica e shqiptarëve etiketojnë, nuk kemi të bëjmë me një kryeministër, por kemi të bëjmë me një abuzues dhe hajdut të fondeve të qytetarëve të